Mirë se erdhët miq tek Të jetosh besimin. Sot do flas për shëmbulltyrën e Majas, fuqia që vepron nga brenda. Tek Mateu 13, vargu 33, Jezusi tha: "Mbretëria e qiejve është si majaja që një grua e mori dhe përzjeu në 3 masa mielli derisa i gjithë mielli u tharmua." Në këtë shëmbulltyr Jezusi na tregon që mbretëria e Zotit nuk vepron gjithmonë me zhurmë, në të dukshmen, por me një transformim të padukshëm në zemrën e njeriu. Pak maja e padukshme për syrin ndryshon gjithë brumin. Fuqia e saj nuk është tek sasia, por në vetë natyrën e saj. Një personalitet botëror që e mishëron pikërisht këtë, madje ilustron më së miri këtë që po them, është pikërisht njeriu me emrin Václav Havel. Nuk ishte ushtri, pushtet ekonomik apo aparate propagande, ishte një mendimtar, shkrimtar që jetonte në të vërtetën, të paktën përpiqej. Në një shoqëri të ndërtuar mbi frikë dhe gënjeshtër, ai u bë majaja morale që në heshtje filloi të frynte të gjithë ndërgjegjen e një kombi. Revolucioni kadifejt nuk nisi me armë, por me ndërgjegje të zgjuara. Havel i thoshte: "Fuqia e të pafuqishmit qëndron tek e jetuara në të vërtetën." Një lloj si majaja e vërteta, e jetuar me besnikëri, fillon të ndryshojë gjithçka përreth nesh. Kjo është ajo që Jezusi po na mëson këtë ditë. Si shkruante edhe Herakliti, asgjë nuk është e qëndrueshme përveç se ndryshimit. Por Jezusi na tregon që ndryshimi i vërtet fillon nga zemra, fillon nga brenda njeriu. Pikërisht këtu ai dëshiron të vendos majan e fjalës së tij. Më lejoni të ndaj për ju disa të vërteta të rëndësishme që dua të mbesin. E vërteta e parë, mbretëria e Zotit vepron në mënyrë transformuese dhe jo imponuese. Majaja nuk e detyron brumin, por e shndron atë nga brenda. Kështu vepron edhe hiri i Zotit. Nuk shtyp, por ndryshon zemrën. Së dyti, pak besnikëri prodhon ndryshim të madh, një jetë e dorëzuar tek Zoti, një ndërgjegje e pastër, një zemër e bindur, janë më të fuqishme se çdo strukturë, forcë dhe pushteti. E vërteta e tretë, transformimi i vërtet është i plot. Derisa u fry i tër brumi, mbretëria nuk prek vetëm një pjesë të jetës tonë, por synon të gjithë qenien, mendjen, vullnetin, marrëdhëniet, shoqërinë, familjen. Agustini do të shkruante: "Zoti nuk na ndryshon pjesërisht, por na rindërton plotësisht." Shoqëritë shpesh kërkojnë ndryshim nëpërmjet pushtetit, forcës, ligjit, presionit. Por historia tregon të kundërtën, se transformimet më të thella ndodhin aty ku ndryshon ndërgjegja. Hannah Arendt shkruante: "Revolucionet e vërteta janë fillimisht revolucione të mendjes dhe zemrës." E pra majaja nuk bën zhurmë, ajo vepron në heshtje. Por kur procesi përfundon, gjithçka është ndryshe nën fuqinë e saj. Sot, mbase Zoti është duke na drejtuar disa pyetje. E para, apo lejoj që fjala e tij të më ndryshojë mua nga brenda? A jam unë një maja e vogël tek familja ime, puna dhe në shoqërinë time? A jam unë duke sjellë një ndryshim gradual tek shoqëria që është përreth meje? Apo po pres ndryshim vetëm nga jashtë, nga sistemi, nga shoqëria, nga të tjerët? Ndaj, miku im, mos e nënvlerëson ndikimin e një jete të ndershme, të një fjale të drejtë, të një zemre të pastër. Një zemre transformuar është më e fuqishme se mijëra slogane, më e fuqishme se çdo lloj pushteti. Ju ftoj që të lutemi së bashku. Zoti i dashur, bëje jetën time një lloj si majaja e mbretërisë tënde, më ndrysho nga brenda, që përmes meje të ndryshoj familja dhe bota rreth meje. Mos më lër të kërkoj pushtet, por transformim. Mos më lër të kërkoj zhurmë, fasad, dukje, por një fryt të vërtet që nis me rrënjët e fjalës tënde në zemrën time. Bekoj gratë dhe burrat që janë duke më ndjekur këtë ditë. Ruaj dhe mbroj, udhëhiqi në udhën e drejtë, o Zot. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky është meditimi i ditës së sotme tek shëmbulltyra mbi majan. Mezi pres ju takoj sërish nesër për të diskutuar së bashku shëmbulltyrën e radhës. Miru takofshim.